Përshëndetje njerëz, jena rikëthy me videon e radhës, ku sot jena të bon një vlog vetëm për juve, lëtë shkomona se më shuni tankon, qitë video ma shpesh, hajde po monona me qitë video ma shpesh, që sot dhe më thonë, kena ardhen mi ek flok si pike par, të Diamond Barber Shop, këtu të Skënderbeu, i hekim flokët. Për ndryshe kam bo një dyqan shumë mega luks. Qka s'ka këtë? Karikja me masash, moska, G-klasa, punëtort, dyshemeja, blu, edhe këtu për me i prit me safer. Flokët mu kanë rritë shumë, kështu që kom ardhë mu regullu pak, mu bo taman insan si duhet. Hajde se edhe në zetë më spres mi shumë. Po bom i gati. Kingi është të më regulluhe. A më se di shka? Seni maj fort të berberte, di shka. Për shemull ven mi hek flokët, këto edhe i kalzon. Qishtu. Hek mi pak ma nalë qkurta, ma posh fejdin, kuj di shka. Edhe ma e forta ko thot, lema mu. Me thonë ti kot ki folë, se dush mi alon berberit në dorë. Lema mu. Edhe ki do me thonë, ti hek si do vetë. Dëshira jote nuk ekziston. Të ketë berberat është ki fenomen. Lema mu. Ama ki jo, ato mi hek që shumë të dashtune. E para erë në dunjo. E di sajnë të e pa veç film flok, ta. Kështu që kush do në marë mi hek flok, Resulli mëjnë me gjejtë këtu me disë qarshijës, Skënderbeun e ka kojshia ti. Kojshit pare dhe atë. A mi u thonë mirë më nëgjes, a mirë dita për ditës tjetër, se si që në të po dhe flokët mos si kap të ndryshme, se dita tjetër o. Nejse, tash vazhdoj me vlogin, që kena me bo. Për momentin kena ardhë me ngrën ushqim, më nëgjes. Kështu që neve na poftë mirë, po edhe juve ju bëfë mirë nëse jeni të hongër bëk edhe ju për momentin. Për ndryshe, majicën e kam shumë të fortë, që shkruj, shot incizojbje, edit edhe repeat. E fail është mu menu, dhe me thonë, kush e kupton, kush nuk e kupton, vesh në takshire këtë video, s'ka lidhje. Pra, lot shkomona, na ka ardhë një stok i ri i dumplingave edhe buterave. Do me thonë, këto dumplingat edhe këto buterat i kena vetëm na. Me që i kena tash këtu buterat, t'jo të regoj, do më thonë nga ka ardhë Stitch buter. Këto janë pi 3 jave, do më thonë kësi s'ka, këshire. Këshire? Stitch buteri. Do më thonë këta e gjeni vetëm të lokacioni i Alkës. Nëse tash ju kur ta bleni, mujni mi a hejke edhe këtë thesin, a shka mi thonë, edhe knoshni të lujt. E disa e lezesh më ndohë, këshire buter Stitch. Dhe me thonë, kësi buteri ka vetëm të alka. Kështu që sasia e limitume është e buterave, kështu që shpejtoni kush do në me blej, marrë me blej, se pak në kanë ardhë, nuk në kanë ardhë shumë. Kurse edhe një cent tjetër të dumplingat që ka ardhë, dhe me thonë, kjo është një ofert special që në ka ardhë neve, pra tash që u të regoj, dhe me thonë, si që një të po, këtu kina plot dumplinga, e qelmi një shpejt, e shofmi, farë ngjyre si pike parë në del. Okej, du një ngjyre bardhe lezeqme. Shumë e mirë. Super. Po, ta shenit e pa këtë kutijen këtu. Kutia është e zbrast. S'ka kur gjo këtu mrejna. Po e qelna një tjetër. Që këtë lona qëtu se e qelum. Ta qelmi tash një tjetër, ta shohmi se shka ka me qëllu. Okej. O, një ngjyre pemt. Një dumpling shumë i fort. Njëtën ko me drit. Ama, qështu si që ju thash, këshirë në tash kjo mrejna këtu e ka një yll. Kutia. Kujti del ki ylli, dhe më thonë, kjo orë këtu të duqoni, e ke bled një dumpling, ka dollë kutia me yll. Kur del ylli, e ki drejtën me marrë edhe një dumpling free, falas. Dhe më thonë, e blej një, del ylli, e merë një dumpling falas.
besoj që kesh i qartë që kjo tash. Edhe të këto është numri i limitum, kështu që shpejtoni sa nuk janë hargju, se mrena ditës bën vaki mujnë mu hargju edhe s'ka mo. Kësi serije që nga kanë ardhë me dhurata. Dhe më thonë, kujti del ylli e merë dumplingin, dhe më thonë dumplingin tjetër e merë falas. Gotu shpejtoni, lokacionin e dinin fush topon të rejthi me shqiponj, tash ja u tregoj. Kurse buterat janë shumë të lezetshme. Stitch buter. Shpejtoni, se sasia e limituar. Pra njerës, lokacioni është kjo, si që një të po këtu në fush topon rejthi me shqiponj. Lësho është pak të poshtë, edhe duqoni është që atje, and flow, pra një të epokë është. Qëtë shkjo qëtu. E pra, qëtu mundi mi gjetë kretë këto stokin e ri që nga kanë ardhë, kështu që si që thash shpejtoni se është numri i limitum, mundi me marë senet mira, limited edition, vetëm të Alka. Gutoni. Pra, jena me një gjendje shumë kritike, si që një të po dhe me thonë dorën e kam të vrame, të punu shumë, me thonë, natë e dit. Edhe, qështu vrash. Për ndryshe kam këtu një element. Kjo është për terapia mi bu kraj. Që në edhe dhe buka, po që kina me ongër me këtë dorë, kështu para me në këshire staking kërto. Nejse, t'ju shpjegoj pak dishka. Dhe më thonë krajnë e këmë vrasi që një te, po. Edhe arsio se jam rëzuni me trotinet. Po në foks jam konë të vozit shpejt edhe kom ra pak kështu me kra edhe e këmë vra krajnë. Qaj është këtë filozofia e kësaj punës. Në komente shkruajnë ai komente. O, inshallah të kalon Alka. Faleminderit. Haq kem hom bukshti. Që është kësën kraj. Nëse për ndryshe kena marrë pak stek, gulla dhe oriz. Kjo gulasha. Qështu. Një kombinim i lejtë, se flokti pas në pas alamet. Nëse si do qoftë. Kur i smund, nuk zihet për të madhe. Thajnë, aj që i smund, i falën. Për ndryshe do një marrë me sok edhe me nej qokolat me mpa. Që edhe kraj. Qështu. Për momentin ku marrë shtën qajrë, e kom lanë kerin mu la, edhe ndërko që bëhet pastrimi i veturës apo makinës, ne mund të ulemi ta pim një kafe dhe t'i hapim sytë. Për ndryshe, kafja mu hiqë së më bon mirë, po më veni nati, kur po thëjnë, Alka se pi kafe. Edhe zate neve që jo puna i natit na mitë ketë. Dikush ta shlën një lafë, për që Alka se pi kafe, ti për i nati ki me pi edhe kur ta shofshin kardiologi. Qështu shkën këto punë? Qështu, për qatë desmi para kohene. Keto punat e i nati. E nej, se shtu do shtë më ju kalzu se dhe më thonë në kumë përësit cedent protokolli, dhe më thonë gjus. Kështu që mesazhi jo se mu s'mani që ka thë njerëzit. As juve s'do të me jauni, që që bëni shka kini qef me bohe. Mos i ngoni popullatën që ju shtin filma për të keqë. Okej, loshkomona, për momentin jam në studio edhe thash paka shumë t'ja tregoj studion juve se qish duket, edhe pse ditët në vim do e postoj bashkë një video ku do tregojmë studio tour, ashtu qish ju kom premtu dhe më thonë në video të kalume, po paka shumë thash të shifni edhe në këtë video se qish duket studioja ku punojmë. Pra, si që një po, është një ambient i mrekullueshëm. Kështu do këtë televizor apet unë jam, si që një të po, hop, nëjse. Kështu do këtë pra. Këne i kena kompjuterat ku punojnë, një të nko, buja është të shqyt një skenar. Këtu ka një mikrofon.
Pro Studio është në gjendje perfekte. Pra, ashtu si që thash, në videon e radhës kena me bo një studio tour, kështu që bënë një like këtë video, që të vjere sa ma shpejt videoja e studio tourit. Deri videon e radhës, kaloni shumë mirë, shihemi, bye bye, ju don Alka.